Zenel Aslani u lind në Zapluq të Dragashit më 27 dhjetor 1967 në një familje bujare fetare që besonte në rrugën e drejtë të Zotit. Si çdo familje kosovare, në këtë periudhë të fëmijërisë së tij, edhe familja Aslani i bëri ballë kushteve të vështira ekonomike e politike. Fryma edukative, dedikuar nga prindërit, ndërtuan karakterin bujar, besnik, dashës e fetar, Zenelit qysh si fëmijë. Shkollën fillore kreu në shkollën fillore Fadil Hisari në Prizren. Pastaj, shkollimin e vazhdoi në gjimnazin Gjon Bozuku. Më pas studioi matematikën në shkollën e lartë pedagogjike Gjevdet Doda në Prizren. Rezultoi suksese në të gjitha shkollat që ndoqi. Si mësues matematike filloi të ligjeroj në shkollën fillore në Lubiqev, ndërsa në vitin 1991 filloi të jap mësim në shkollën e mesme ekonomike Ymer Prizreni. Ishte aktivisti denjë për gjetjen shtëpi shkollave dhe për ofrimin e mundësive për të shkolluar të rinjt, gjatë kohës së ndalimit të shkollimit nga pushtimi serb. Duke qenë optimist, inkurajonte mësimdhënës i tjerë për punë të palodhshme dhe të frytshme. Gjatë kësaj kohe, ai ndihmoi edhe shumë ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i strehoi ata në shtëpitë e vet. Gjatë periudhës së luftës në Kosovë ishte zënë rob i lufte nga ushtria serbe dhe qëndroi për 2 muaj duke hapur istikame ku edhe janë keqtrajtuar. Pas luftës vazhdoi punën në këtë shkollë ku krahas mësimdhënies ai ndoqi kurse trajnimi në fushën e teknologjisë ku edhe u certifikua. U kujdes për pajisjet e teknologjisë në këtë shkollë për shumë vite radhazi. Ishte i gatshëm jo vetëm të ofronte njohuri në këtë fushë, por edhe të siguronte mjete të nevojshme. Profesor Zeneli ishte një bashkëpunëtor korrekt dhe shumë i dobishëm në çfarëdo organizimi brenda shkollës. Ai ishte bashkëpunëtor i denjë dhe ndihmës i pazavendësueshëm i nxënësve gjatë panajireve të firmave ushqimore në përvende të ndryshme. Ishte bashkëpunëtor në çdo organizim aktivitetësh të ndryshme shkollore, ndër të tjerash mund të përmendim programin kulturo-artistik për nder të ditës së shkollës. Ishte frytëdhënës në realizimin e filmit dokumentar mbi historikun e shkollës. Ishte i përkushtueshëm, mësimdhënës dhe njëkohësisht shumë i afërt me nxënës. Për hir të tyre, mori pjesë edhe në ekskurzionin 5 ditor në Shqipëri, edhe në mbrëmjen e maturës, mbrëmje e cila ishte e fundit për të. Mbrëmje që ishte e fundit për nxënësit e tij bashkë me të. Nxënës që sot e ndjejnë shumë mungesën e tij. Zenel Aslani, bashkë me 2 miqtë e tij të ngushtë, e themeluan biznesin e tyre privat për mbajtjen e kurseve të gjuhëve të huaja dhe kompjutereve, qendra edukative multididaktike, Finq, qendër e cila u bë partnere e ECDL-s në Kosovë, projekt i implementuar nga Ministria e Arsimit të Kosovës, të mbështetur nga Universiteti Amerikan në Prishtinë, ku qendrën në Prizren e menaxhoi profesor Zeneli. Kur do të shkojmë këtu? Kemi, domethënë, programin që e përdorim shpesh. Po ashtu, këtu do të shkojmë edhe kur e shkyqim kompjuterin. Domethënë, në mënyrë të rregullt. Si bashkëpunëtor i organizatës jo qeveritare Finq, ushtroi veprimtari shumë frytëdhënëse në edukimin e të rinjve për mbrojtjen e ambientit në tërësi dhe zogjve të pyllit në veçanti. Në kuadër të kësaj veprimtarie,
ishte organizator i shumë ekskursioneve me nxënës me qëllim të emancipimit të tyre për mbrojtjen e ambientit. Profesor Zeneli ishte mësimdhënës edhe në medresën Alaudin në Prizren, atje ligjeroi lëndën informatik. E pëlqente muzikën burimore shqiptare dhe me ëndje të veçantë dëgjonte këngë folklorike. Dinte t'i binte qiftelis, ku në kohë të lirë ai relaksohej në shoqëri me të. Kishte hobi shëtitje në natyrë dhe fotografinë. Kohën e lirë Haxhi Zeneli e kalonte pranë familjes, së ngrohtë dhe duke vizituar miqt. Ishte djalë Aslani nënës Razie, bashkëshorti denj i zonjës Bezie dhe babai devotshëm i fëmijëve Enesit, Beqirit dhe Ibadetës. Sot, pa Haxhi Zenelin, mbeten jo vetëm familjarët e tij, por edhe gjithë kolegët e tij, të cilët e patën jo vetëm si shok, mik, por edhe si vëlla. Sot patë mbeten edhe nxënësit të cilët, përpos që e patën mësimdhënës, kujdestar, e patën edhe prind, edhe përkrahje, edhe udhërrëfyes drejt jetës më të pasur, më të drejtë e më të begatshme. Lam të mirë, lam të mirë.